Te foshnjat, sidomos në muajt e parë të jetës, infeksionet urinare mund të jenë më të vështira për të dalluar, pasi shenjat nuk janë gjithmonë specifike. Kjo bën të rëndësishëm reagimin e hershëm të prindërve ndaj çdo ndryshimi te fëmia. Temperatura është një prej simptomeve që duhet ta kemi parasysh dhe është shenjë si themi paralajmuese dhe shumë i rëndësishëm nëse na lajmërohet te fëmia. Fëmia është i irrituar, mund të ketë vjellje, mund të ketë edhe ndryshim të ngjyrës së lëkurës. Shenjat janë domethënë shumë të përgjithshme, që ndoshta i hosim edhe te infeksionet e tjera, por nëse s'ka brakqitje, nëse nuk ka vjellje, nëse nuk ka koll fëmia, atëherë duhet të mendojmë për praninë e infeksionit urinar. Marrja mostrës së urinës te foshnjat paraqet një sfidë, ndërsa mënyra e duhur e marrjes është e rëndësishme për rezultate të sakta. Analiza urinës duhet të merret te foshnjat, pavarësisht që janë shumë të vogla, pavarësisht vështirësisë, duhet të merret me gotë. Me qeske guxojmë të bëjmë analizën vetëm urinën e thjeshtë, jo urinokulturën, asesi. Dhe si të merret analiza ka shumë rëndësi, duhet bërë pastrimi mirë i regionit urogenital, të vojzat pastrimi mirë i hapësirës plotësisht, të mos lyhet me asnjë krem i ndyrë asnjë gjë, ndërsa te djemt të tërhiqet pak lëkura, aq sa mundet të tërhiqet, jo dhunshëm, të pastrohet lopsha mirë me ujë me sapun, ato që pastrojnë edhe bibën, dhe pastaj të pritet marrja urinës. Jep me pi fëmis mirë, e mban gotën afër dhe vetëm pak me një goditje ndoshta te barku i bebës, fëmia do të urinon. Edhe atë mostrë duhet ta dorëzojmë shumë shpejt, brenda 1 ore, maksimum 2 orë në laborator që të bëhet analiza. Ndër shkaktarët më të shpesh të infeksioneve urinare është refluksi veziko-ureteral, i cili nëse kapet në kohë trajtohet lehtë, në të kundërtën mund të çojë deri në dështim të veshkës. Refluksi është diçka që diagnostifikohet, gjendet lehtë me ndryshime në veshkat e cilet shihen dhe po ashtu edhe menaxhohet në mënyrë shumë të mirë dhe me pa pasoja të rënda për veshkat, nëse gjendet me kohë. Jepet antibiotike profilaks, fillohet fëmia të mësohet sa më herët të largohet pelena apo pampersi dhe shprehjet e mira të urinimit. Dhe të gjitha këto e ruajnë veshkën dhe nuk ka asnjë pasojë. Nëse këto nuk bëhen, nuk gjendet me kohë, shumë është e mundur, ka raste shumë që fëmijët atë veshkë në cilën ka qenë refluksi ta humb funksionin. Spulimi i hershëm i infeksioneve urinare dhe trajtimi në kohë janë hapat kryesor për të parandaluar komplikimet dhe për të mbrojtur shëndetin e veshkave të fëmijët.